Ekziston një trekëndësh i vogël uji, që nuk gjendet në asnjë hartë dhe dimensionet e sakta të cilit nuk dihen. Megjithatë, të gjithi kemi dëgjuar historitë që shoqërojnë trekëndçin legjendar të Bermudës. I mbuluar nga misteri dhe që nxit disa nga teoritë më të egra konspirative të njohura nga njeriu, kjo anomali gjeografike konsiderohet gjerësisht si vendi më vdekjeprurës, i rrezikshëm dhe mashtrues në tokë. Pra, si është e mundur që një pjesë e oqeanit, që as nuk njihet zyrtarisht si pjesë e oqeanit, të ketë bërë një emër kaq të madh? Trupi i vogël i ujit që përbën trekëndshin e padukshëm është mbushur ngadalë me rënoja dhe zhdukje gjatë shekujve, duke marrë jetët e atyre që jo vetëm kanë kaluar nëpër të, por edhe mbi të. Janë shkruar libra, janë prodhuar dokumentar, dhe shkencëtarët kanë luftuar për të shpjeguar të pashpjegueshmen në këtë pjesë të rrezikshme të oqeanit. Çfarë ka shkaktuar që kjo seri fatkeqësisht të zhvillohet? Si mund të zhduken thjesht 20 aeroplan, 50 anije dhe qindra njerëz? A është vendodhja thjesht rastësi, apo ka diçka më të keqe që po ndodh thellë nën sipërfaqe? Do të udhtojmë prapa në kohë deri te origjina e misterit për të zbuluar se ku filloi dhe kush ishte përgjegjës për të. Do të vizitojmë disa nga zhdukjet më të famshme të trekëndshit. Do të ekzaminojmë çdo teori rreth misterit, nga Atlantida, te valët e egra, te deklinimi magnetik, te gazrat toksike të fshehura që ngrihen nga thellësitë dhe do t'ju sjellim deri në zemër të çështjes për të zbuluar fajtorin e vërtetë të trekëndshit të Bermudës. A mund të shpjegohet diçka e pashpjegueshme? Në fund të fundit, ndërsa kjo mund të dukej si fillimi i një podcasti për mister vrasje, ka në fakt një sasi të konsiderueshme shkence dhe të dhënash për t'u analizuar këtu. Por është përgjithsisht një nga videot më të çuditshme dhe më tërheqëse që kam bërë ndonjëherë. Origjina dhe vendodhja. Siç e përmenda, trekëndsi i Bermudës nuk shfaqet në asnjë hartë, as nuk njihet zyrtarisht si vendodhje nga Shtetet e Bashkuara, me të cilat është i vendosur ngushtë. Pra, ku është ai? Jo zyrtarisht, trekëndsi i Bermudës është një rajon i Atlantikut Verior i kufizuar përafërsisht nga brepdeti juglindor i SBA-s, Bermuda dhe Puerto Rico. Interesantisht, kufijtë e saktë të trekëndshit të Bermudës nuk janë dakordsuar universalisht. Përafrimet e sipërfaqes totale variojnë midis 500.000 dhe 1.500.000 milje katrore. Pra, ka rreth 1 milion milje katrore hapësirë për gabim. Rajoni ka një formë vazhgëllisht trekëndshe, por ai trekëndësh mund të përfundojë duke qenë barabrinjës, skalene, ose mund të duket më shumë si një romb nëse lëvizni kufijt. Ndoshta Bermuda dodekahedri nuk ishte aq tërheqës. Dhe kështu, që nga fillimi, filloni të shihni një vrim të madhe në shumicën e diskutimit që rrethon këtë subjekt. Padyshim, ka pasur incidente në këtë zonë dhe disa tragjike në atë, por sepse kufijt në të vërtet nuk ekzistojnë, dhe ato ndryshojnë nga llogaria historike në llogari historike, është vërtet e vështirë të përcaktoni saktësisht se ku mushkoni vëmendja e tyre kaq shumë sa të jenë një mister politik. Vështirë të jepni numra aktual të vdekjeve dhe zhdukjeve për një zonë kufijtë të secilës janë duke u zhvendosur vazhdimisht gjatë disa qindra viteve. Por është ajo që ka ndodhur brenda këtij trekëndsi gjatë historisë që është më intriguese. Fillimet me Kristofor Kolombon. Gjërat fillojnë gjysmë vjeçari më parë me Kristofor Kolombon. Viti është 1492 dhe Kristofor Kolomb ka nisur me 3 anije nga Spanja për të gjetur një rrugë perëndimore drejt Azisë dhe botës së re. Gjithçka shumë emocionuese. Pas lundrimit në oqeanin Atlantik për 10 javë, toka u citua më në fund. Dhe ai vuri këmbën në një ishull të vogël në Bahamas, të cilin e quajti San Salvador. Për të arritur atje, ai do të kishte qenë personi i parë që kishte lundruar në përdetin Sargas dhe përrjedhoi trekëndshin e Bermudës, ose të paktën, personi i parë që u kthye dhe i tha gjithkujt në shtëpi për të. Tani, ju mund thoni se kjo është vendi ku filluan misteret, sepse ti tregonte gjithkujt për të më në fund ai bëri. Ekstraktet nga dita e tij që u përpiluan pak pas vdekjes së tij, që atëherë janë përkthyer. Indikacioni i parë që diçka mund të ishte gabim ishte në shtator 1492. Leximi i ditarit të Kolombut sugjeronte se diçka po ndikonte në busullën. Në këtë ditë në fillim të natës, busullat u drejtuan drejt veri perëndimit. Dhe në mëngjes, ato drejt veri lindje TC.
Disa ditë më vonë, ai raportoi detin duke u ngritur në lartësi të mëdha. Dhe më kurioze përshkroi se pa një dritë në horizont, të cilën ai e krahasoi me atë të një qiririt. Një trup kaq i vogël që ai nuk mund ta pohonte se ishte tokë. Një qiri i vogël dylli që u ngrit dhe u ngrit lart, i cili për disa sekonda dukej se ishte një tregues i tokës. Imagjinoni të dëgjuar për ato incidente 500 vjet më parë. Domethënë, Amerika as nuk ishte zbuluar ende. Kaq pak dihet për botën. Mund të shihni se si historitë, prralla, misteret, quheni siç doni, fillojnë të tërheqin intrigën. Incidentet e hershëm. Më vonë në fillimet e viteve 1600, një anije nga Anglia me emrin Sea Venture u nis për të rifurizuar dhe rigjallëruar koloninë që po binte në Jamestown. Vetëm jashtë bragdetit të zinxhirit të ishujve të pabanuar të Bermudës, flota lundron në një uragan që shkatërroi anijen dhe braktisi ekuipazhin e saj. Ndonse nuk kishte asgjë veçanërisht misterioze rreth kësaj ngjarje, ndërsa ata detar të shkretu kapën pas mbetjeve të anijes së tyre dikur të pashpirt, duhet këtë ndjerë si një thirrje prapa në ngjarjet misterioze të kishin ndodhur tashmë në këtë zonë. Besohet se kjo mbytje e anijes i dha frymëzim veprës së Shakespeare-it Shtuhja, në cilin ai referohet Bermudës apo Bëmuc si një vend të shqetësuar apo të mallkuar. Kështu që Bermuda kishte gjetur një vend të mirë për të bërë e famshme. Një nga takimet më të frikshme duhet të ketë qenë në 1881, kur, sipas legjendës, Ellen Austin, një anije kargo që lundronte nga Liverpool në New York duke transportuar udhëtar që shpresonin të imigronte në Shtetet e Bashkuara, citoi një anije fantazëm në trekëndëshin e Bermudës. Kapiteni i tyre mori një shkurtim nëpër detin e stuhishëm Sargasso, sërish ku ndodhet trekëndëshi i Bermudës, dhe këtu që ata hasën në një anije lundruese misterioshëm e qetë, pa ekuipazh në bord. Por çuditërisht, plot plaçk, pothuajse si joshje, duke pritur që dikush ta gjej. Dhe ekuipazhi i Ellen Austin mori atë joshje. Duke dashur të shpëtonin anijen dhe mallin e saj, ata vendosën ta merrnin në New York me ta dhe dërguan disa nga njerëzit e tyre më të guximshëm përpara që të mund të lundronin të dy anijet së bashku. Ndërsa vazhdonin udhëtimin e tyre nëpër detin Sargasso, megjithatë ata u kapën në një stuhi të madhe. Erat ulëritse dhe valët tradhtues i shqyen anijet nga njëra tjetra dhe Ellen Austin humbi shikimin e anijes fantazma, tani me ekuipazh në bord. Për disa net, dukej sikur po ja dilnin, anije vishin në kurs për destinacionin e tyre, por fati i tyre mbaroi ku një batanie trash mjegullash filloi të vendoset mbi ujë. Ellen Austin erdhi në një ndalesë ndërsa të gjithë prisnin që mjegulla të përhapej. Edhe një herë, ata u ndan nga anija e paemër të lënë të prisnin, praktikisht të verbër dhe pas një zhurmë përveç dërrasave që kërcëllinin dhe valave që lëpinin qetësisht në proll. Pasi mjegulla u pastrua, anija fantazma kishte zhdukur plotësisht, duke marrë me vete të gjithë ekuipazhin dhe thesaret e saj, për të mos u parë kurrë më. Bën për një histori të mirë apo jo, por a ka diçka në të? E po, ne e dim se ishte një anije me emrin Ellen Austin që lundronte midis Liverpool dhe New York. Megjithatë, udhëtimi në 1881 u konfirmua se kishte shkuar pa incident në regjistrin e anijeve të Lloydis të Londrës. Megjithatë, llogaritë historike vazhdojnë të përmendin ngjarje misterioze në këtë rajon, madje deri në epokën tonë moderne, deri në shekullin e 20. Tragjedia e USS Cyclops. Ai fitoi vëmendje serioze pasi një tragjedi veçanërisht e famshme ndodhi në mars të 1918-s. USS Cyclops, një anije kargo detare me gjatësi 542 këmbë, me mbi 300 burra dhe 10.000 ton zehere mangani, të cilët përdoreshin në prodhimin e shtelit, u nis nga Rio de Janeiro me destinacion Baltimore. Pas një ndalese të paplanifikuar në Barbados, ajo u drejtua drejt veriut dhe nuk u pa kurrë më. Zhdukja e anijes ishte humbja më e madhe e jetës në historinë detare amerikane, që nuk ishte lidhur drejt për drejt me luftën. Cyclops nuk dërgoi kurrë një thirrje alarm SOS, pavarësisht se ishte e pajisur për ta bërë këtë, dhe një kërkim i gjerë nuk gjeti asnjë rënoj. Presidenti amerikan Woodrow Wilson më vonë tha: "Vetëm Zoti dhe deti e din se çfarë i ndodhi anijes madhe." Në 1941, dy nga anijet motor të Cyclopsin, në mënyrë të ngjashme, zhdukën pa gjurmë përgjatë pothuajse të njëjtës rrume.
Një citim nga revista Santa Fe në 1920 e përshkroi incidentin. Ajo zhduku sikur ndonjë përbindësh gjigant i detit e kishte kapur njerëz të gjithë dhe e kishte çuar në thellësitë e oqeanit. Dhe trishtimi i shkatrimit të saj amplifikohet nga mungesa e ndonjë thirrje patel për ndihmë që të merrej nga çdo anije përgjatë rrugës që ndoqi Cyclopsi. Tragjedia e Flight 19, fatkeqësisht një tragjedi ushtarake ndoqi një tjetër në të njëjtën pjesë të botës vite më vonë, duke mos bërë asgjë për të shpërndar teoritë në rritje se diçka e çuditshme ishte këmbë, ose më mirë thënë, notonte. Në dhjetor 1945, 5 bombardues torpedo Navy TBM Avenger, që transportonin 40 burra, u ngritën nga një aeroport Fort Lauderdale për të kryer ushtrime bombardimi mbi disa breza afër. Por me busullën e tij dukshëm që nuk funksiononte, udhëheqësi i misionit të njohur si Flight 19 u humbi rënd. Duke i folur me radio kullës së kontrollit, ne nuk mund të jemi të sigurt se ku jemi. 20 minuta më vonë, pas kalimit të komandës tek një udhëheqës i ri fluturimi për arsye të panjohura, fjalët e fundit të Flight 19 u folën. Duket sigur po hym në ujë të bardhë, jemi plotësisht të humbur. Të 5 aeroplanet fluturuan pa qëllim derisa mbaruan karburantin dhe u detyruan të braktisnin në det. Të njëjtën ditë, një aeroplan shpëtimi dhe ekuipazhi i tij prej 13 personash gjithashtu zhdukën. Pasi një kërkim masiv i zgjatur një javë nuk arriti të gjejë asnjë dëshmi, raporti zyrtar i Marinës deklaroi se ishte sikur ata kishin fluturuar në Mars. Asnjë rënoj ose gjurmë me pilotëve ose aeroplanëve të tyre nuk është gjetur kurrë. Gjërat po bëheshin gjithnjë e më të dyshimta. Jo më gjatë ishte ky vend i çuditshëm duke marrë vetëm anije. Tani dukej se zgjerohet lart për të përfshirë gjithçka që fluturonte mbi të gjithashtu. Incidentet ajror të viteve 40. Në dhjetor 1948, vetëm disa vite pasi Flight 19 kishte humbur, një aeroplan udhëtarësh britanik që transportonin 30 persona zhduku më 30 janar ndërsa fluturonte mbi Azores, drejt Bermudës. Një vit më vonë, BSAA Star Aerial, të njëjti lloj aeroplani si më pashmi, zhduku ndërsa fluturonte nga Bermuda në Kingston, në Jamaica. Asnjë aeroplan nuk u gjet kurrë. Kaq shumë incidente në një hapësirë kaq të vogël, që të gjitha fillojnë me Kolombon duke vërejtur diçka të çuditshme rreth busullës së tij, pa asnjë dëshmi të vërtet ose shpjegim se pse dikush duhej të lidhte pikat dhe t'i jepte këtij hapësire një emër. Lindja e emrit Trekëndshi i Bermudës. Trekëndshi vdeqjeprurës i Bermudës ishte emri që shkrimtari amerikan Vincent Gaddis zgjodhi në numrin e shkurt 1964 të revistës Argosy. Vizatoni një vi nga Florida në Bermudë, një tjetër nga Bermuda në Porto Rico dhe një vi të tretë kthehuni në Florida nëpër Bahamas. Brenda kësaj zone të njohur si Trekëndshi i Bermudës, shumica e zhdukjeve totale ka ndodhur. Në mungesë të ndonjë fakti të vështirë, kishte spekulime të egra rreth kësaj ideje, dhe jo befasisht, ajo kapi imagjinatën e botës. Papritur, si një detektiv i madh që zgjidh një vrasje seriale, misteret ishin lidhur. Artikulli ishte një kryevepër e fantazisë konspirative, duke sugjeruar se forcat e errta ishin në punë. Për kontekst këtu, kjo ishte era e luftës së ftoftë dhe krizës së raketave në Kuba, kur teoritë e konspiracionit dhe thashetheme dominonin. Ishte gjithashtu një kohë kur NASA dhe shkenca në përgjithësi po mbushtin gjithnjë e më shumë boshllëqet, duke dhënë përgjigje për shumë nga pyetjet e mëdha të pasgjidhura të jetës. Megjithatë, këtu në Trekëndshin e Bermudës ishte një fenomen që në mënyrë tërheqëse sfidonte shpjegim. Suksesi i librave. Të tjerët ishin të shpejt për të fituar nga ethet e Trekëndshit të Bermudës. 10 libra u botuan. Shumë u bën bestseller ndërkombëtar, me më popullorin nga të gjitha duke qenë Trekëndshi i Bermudës i Charles Berlitz. I botuar në 1974, shiti 20 milion kopje në më shumë se 30 gjuhë. Arritje e jashtëzakonshme për një vepër që ofronte disa sugjerime mahnitse se çfarë po ndodhte vërtet. Asgjë nuk ishte jashtë kufive. Teoritë e Berlitz ishin kaq popullore sa kur Steven Spielberg bëri Close Encounters of the Third Kind. Ai përshkroi ekuipazhin ajror të Flight 19 të rrëmbyer nga jashtëtoksorët. Berlitz synonte të provonte se Trekëndshi i Bermudës ishte i lidhur me qytetin e humbur mitik të Atlantidës, duke tërhequr ranier, aeroplane dhe njerëz, në thellësitë e tij të errta, duke shpjeguar se pse kaq shumë mjete dhe aeroplane kishin zhdukur.
Ai gjithashtu mbështetej rënd në fenomenet paranormale ose mbinatyrore, për të shpjeguar atë që ai thotë se nuk mund të jenë thjesht rastësi. Për shembull, më interesant për Bellic është se shumica e aeroplaneve dhe anijeve që mungojnë nuk dërguan thirrje alarmi parashëndukjes. Diçka që ai sugjeron është dëshmie ndërhyrjes jashtëtoksore ose të paktën aktivitetit paranormal, duke ngacmuar veshët e Spielberg, dukshëm. Por ai nuk ndalet atje. Jo. Ai sugjeron se trekëndsi mund të jetë një portal nën det që te kalon kohën dhe hapësirën në një dimension tjetër ose ndonjë vend tjetër toksor. Në mënyrë të ngjashme, ai thotë se ky mund të jetë vendi në tokë i rezervuar për jashtëtoksorët për të rrëmbyer njerëzit. Për Berlitz, mundësitë ishin të pafundme, sa më të egra aq më mirë. Edhe nëse kritikët dhe ne kemi dyshime serioze rreth metodologjisë së tij, ne e dim kaq shumë këto ditë. Edhe në vitet 70, boshllëqet në dieni po mbusheshin. Kështu që të kapesh pas diçkaje që ne mund të mos kemi të gjitha përgjigjet është intoksikuese. Dhe kjo është arsyeja pse misteri i trekëndshit të Bermudës ka rezistuar provës së kohës. Është emocionuese të mendosh se pavarësisht të gjitha këtyre mendoratave të mëdha shkencore dhe analizave të bazuara në të dhëna në botën e sotme, diçka disi i shpëtoi rrjetit. Është si një enigmë që nuk mund të zgjidhet me pothuajse të gjithë pjesën tjetër të planetit të hartografuar. Përveç këtij trekëndshi të vogël misteri, ndonse nuk kemi dëgjuar shumë për të kohët e fundit apo jo. Por e vërteta është, ne i kemi përgjigjet. Ne mund të shpjegojmë më në fund se çfarë po ndodh në trekëndshin e Bermudës. Është një përgjigje vërtet e fortë gjithashtu, jo një nga ato që mund të jetë kjo ose ndoshta ajo. Shpjegimet shkencore. Ne jemi një kanal shkencë tokë të parë dhe kryesisht. Dhe sa shumë do doja të bëja një video për Atlantidën, anijet fantazma dhe rrëmbymet jashtëtoksore, ndoshta një ditë. Ka disa teori më të besueshme të bazuara në shkencë që ekzistojnë rreth trekëndshit të Bermudës dhe zhdukjeve të tij. Problemet të navigimit. Një nga gjërat që del her pas here janë çështjet e navigimit. Ne prekëm disa me busullën e Kolombos që shkoi keq dhe Flight 19 që në thelb nuk ishte në gjendje të identifikonte se ku ishin gjatë vrapimit të tyre të stëvitjes. Në pothuajse çdo llogari të misterit që rrethon trekëndshin e Bermudës do të çojë referencë ndaj faktit se është një nga vetëm 2 vendet në tokë. Tjetri është deti i Djallit, sapo jashtë bregdetit japonis, ku një busull tregon drejt veriut të vërtet në vend të veriut magnetik. A mund ta shkaktoj këtë busulla të mos funksionojnë që anije dhe aeroplane të dalin keq nga rruga? Një rifreskim i shpejt busulle. Nëse si unë keni harruar se si të përdorni një sepse telefoni juaj e bën për ju, një busull funksionon sepse gjilpëra e saj magnetike tërhiqet nga magnetizmi i tokës, i cili tërheq të tregoj drejt polit verior magnetik që ndryshon vazhdimisht. Poli i verior gjeografik, nga ana tjetër, është statik dhe ndodhet 1200 milje veri nga poli magnetik. Ndryshimi midis këtyre dy leximeve njihet si deklinim magnetik ose ndryshim busulle që mund të ndryshojë ndërsa lëvizni nëpër globin. Ka një pjesë tjetër të terminologjisë që është relevante këtu gjithashtu. Via agonike është një vijë imagjinare ku veri i vërtet dhe veri magnetik janë në përputhje të përsosur. Nuk ka deklinim magnetik. Në fillim të shekullit të 18, Edmund Halley vuri re se via agonike po lëvizte ngadalë drejt perëndimit. Ai erdhi me idenë e tregimit të deklinimit si via konturi në një hartë. Në pikat perëndimore të vijës agonike, një gjilpër magnetike do të tregojë lindje të veriut të vërtet, deklinim pozitiv. Në pikat lindore të vijës agonike, një gjilpër magnetike do të tregojë perëndim të veriut të vërtet, deklinim negativ. Që atëherë, shkencëtarët kanë vërejtur një rrëshqitje drejt perëndimit të vijës agonike me një shpejtësi mesatare prej rreth 0.2 gradë në vit. Kjo rrëshqitje nuk është e barabartë në të gjitha vendet, megjithatë, është shumë më e fortë në hemisferën atlantike sesa në hemisferën e paqësorit. Navigatorët duhet të kompensojnë gjithmonë për deklinimin magnetik kur ata fartojnë kurset e tyre. Ndërsa via agonike njëherë kaloi nëpër trekëndshin e Bermudës, ajo tani bie brenda gjirit të Meksikës, duke bërë pretendimet se kontribon në zhdukjen e trekëndësh kryesisht të pasakta. Çështja me teorinë e keq funksionimit të busullës është se gabimet e llogaritjes kudo mund të shkaptojnë një aeroplan ose anije të dalë nga kursi. Gjithashtu supozon se pilotët me përvojë dhe kapitenat që kalojnë nëpër zonën nuk ishin të vetëdijshëm për deklinimin magnetik, gjë që është e pamundur. Pa përmendur se shumica dërmuese e lundruesve dhe fluturuesve kalon nëpër këtë zonë pa incident. Moti i keq dhe valët. Një gjë tjetër që do të keni vërejtur rreth këtyre rasteve, veçanërisht në det,
është një mungesë rrënojash në pothuajse çdo rast. Një teori e besueshme e kësaj është thjesht moti i keq i vjetër. Sezoni i uraganave, siç e dim, kalon drejt në mes të kësaj vendodhje të saktë. Vetëm shikoni shkatrimin e 2024-s në këtë zonë. Disa teoristë citojnë valët mahnitëse si arsye pse kaq shumë anije nuk kanë arritur në destinacionet e tyre. Valë të mëdha, jashtëzakonisht të mëdha që mund të arrijnë deri në 100 këmbë në lartësi. Valët mahnitëse janë sigurisht reale dhe përbëjnë parafërsisht 1 në çdo 10.000. E para e regjistruar nga një instrument ishte më 1 janar të 1995-s në detin e Veriut. Kjo valë e veçantë e njohur si vala Draupner ishte 84 këmbë lart. Le të mos harrojmë për rolin e Gulf Stream këtu gjithashtu. Një teori e mbështetur nga NOAA, Administrata Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike, që thotë se konsiderimet ambientale mund të shpjegojnë disa nga zhdukjet e trekëndshit të Bermudës. Gulf Stream udhëton përgjatë skajit perëndimor të trekëndshit dhe është jashtëzakonisht i shpejtë dhe shumë i trazuar. Mund të paraqesë sfida ekstreme navigimi, veçanërisht për detarët pa përvojë. Gulf Stream është raportuar të lëviz më shpejt se 4 ose 5 nyje në orë në disa zona. Kjo është 300 herë më e shpejt se lumi Amazon. Kjo është më shumë se sa duhet për të hedhur detarët qindra milje larg kursit, nëse ata nuk kompensojnë siç duhet për rrymën. Ajo gjithashtu mund të fshijë shpejt çdo dëshmi fatkeqësie. Teoria e metanit. Një teori gjithnjë e më popullore dhe në fakt më e reja shkencore për të dalë në dritë bazohet rreth metanit. Ne e njohim atë kryesisht si një gaz sera veçanërisht i fuqishëm që vjen nga lopët, por sasi të mëdha metani janë kapur në sedimentet nën oqean. Në 2016, kërkuesit në Universitetin Arktik të Norvegjisë zbuluan krater jashtë bregdetit të vendit, që ishin deri në gjysmë milje të gjerë dhe 150 metra të thellë. Ata sugjerojnë se kraterët duken se janë shkaktuar nga lëshimi eksploziv i metanit, që ishte kapur në sedimentin më poshtë, duke shpërthyer lart si gërthima gjigante vdekjeje. Pavarësisht se kërkimi i tyre e bëri shumë të qartë se ata nuk ishin duke pretenduar asnjë lidhje me trekëndëshin, akademik të tjerë, duke përfshirë shkencëtarin rus Igor Yeltsov, e morën përsipër të bënin lidhjen sido që të jetë. Dhe sigurisht shumë media në veçanti kanë përlyer teorinë. Pikpamja jon është sigurisht e mundshme, por shumë e pamundur të jetë fajtori. Me gazin metan, geomagnetizmin dhe sistemet e stuhishme të motit të Karaibeve, bëhet e qartë se ky rajon mund të jetë i rrezikshëm, si për aeroplan, ashtu edhe për varka. Këto janë shpjegimet të besueshme shkencore, që demistifikojnë trekëndëshin e Bermudës. E vërteta është megjithatë duke vënë mënjan kushtet e dukshme mjedisore. Thjesht përmendja e termave shkencorë si geomagnetizmi ose shpërthimet e metanit nuk ekuivalent me paraqitjen e dëshmive të pamohueshme. Këto janë hipoteza ose spekulime. Ato nuk janë përfundime definitive. E vërteta e bazuar në të dhënat. Pra, ku është dëshmia e vërtetë? Në fund të së gjithës, një ditar që u përkthye nga 1492-shi, një artikull reviste nga vitet e 1940-t, dhe madje një libër bestseller nga vitet 70, mirë, të gjitha tregojnë një histori. Por kur ju ekzaminoni të dhënat aktuale, të disponueshme të fatkeqësive ajrore dhe detare gjatë disa dekadave të fundit, dhe i krahasoni këto me rajonet të tjera në përbot, të dhënat zbulojnë një histori shumë të ndryshme. Në fakt, është pikërisht mungesa e një historie që na tregon të vërtetën. Nuk ka asgjë jashtëzakonshme që po ndodh në trekëndëshin e Bermudës. Ai as nuk e bën top 10 rajonet më të rrezikshme të oqeanit në botë. Duke përdorur të dhënat e fatkeqësive detare dhe ndotjes për një grup të dhënësh kërkuesish, i cili mbulon mbi 150.000 regjistrime nga 1982 deri 2015, mbeteni me rreth 9.000 incidente për analizë. Prej këtyre, 361 ishin të vendosur brenda trekëndëshit të Bermudës, vetëm 4%. Kjo zbulon se shkaqjet e fatkeqësive në trekëndëshin e Bermudës pasqyruan ngushtë modelin botror, me një ndodhitësi më të ulët të ngjarjeve të përmbysjes, megjithëse për shkak të afërsisë me portet kryesore tregtare ku kushtet janë përgjithsisht më të qeta. Interesantisht, asnjë incident i klasifikuar si zhdukje nuk u raportua brenda trekëndëshit të Bermudës midis 1982 dhe 2015. YouTuber Johnny Harris mori të dhëna transporti nga 1921 përmes Lloyd's List, një botim global transporti, i cili e çoi këtë një hap më tej. Të dhënat e tyre treguan se në të gjitha atë vit,
1.8% të gjitha anijeve kudo në botë kishin një lloj fatkeqësie gjatë udhëtimit të tyre që përfshinte zhdukje misterioze. Nga 8.634 varka që kaluan nëpër trekëndëshin e Bermudës, kishte vetëm 2 fatkeqësi të tilla, 0.02%. Sipas grupit të dhënave të Lloyd's List, rreziku i zhdukjes në trekëndëshin e Bermudës është në të vërtetë 90 herë më i ulët se mesatarja globale. Ndërsa nuk angazhohen në një numër kaq të ulët sa bëri videohet Johnny, Lloyd's e Londrës dhe roja bjegdetare amerikane e mbështesin këtë, duke thënë se numri i anijeve që humbin në trekëndëshin e Bermudës është i njëjtë si kudo tjetër në botë në baza përqindjeje. Gjatë dekadës së kaluar, humbjet vjetore të transportit kanë rënë në të vërtetë me 70% dhe rajonet rreth trekëndëshit të Bermudës nuk marrin një pamje kur ka incidente. Për dekadën e kaluar, rajonet e detit të jugut të Kinës, Indokinës, Indonezisë dhe Filipineve kanë qenë deri tani më të prekura, dhe rajonet e mesdheut lindor dhe të detit të Zi ishin vendet e dyta më të larta të humbjes. Incidentet ajror. Por çfarë për aeroplanet që fluturojnë mbi të? Duke kthyer vëmendjen tonë tek incidentet e aviacionit, ne mund ta eksplorojmë bazën e të dhënave të aksidenteve të aviacionit, të dhënë nga Bordi Kombëtar i Sigurisë së Transportit. Kjo mbulon të gjitha aksidentet e hetuar nga 1962 deri në të tashmen, duke përfshirë si fluturimet komerciale ashtu edhe ushtarake. Këtu gjejmë një histori shumë të ngjashme ose mungesë të saj. Ndërsa incidentet famshme si zhdukja e bombarduesve Flight 19 dhe misteret e ndryshme të aeroplanëve udhëtar kanë ushqyer legjendat të trekëndëshit të Bermudës, një ekzaminim më i afërt i të dhënave zbuloi se shumica e incidenteve ndodhen gjatë uljes dhe ngritjes, kryesisht në Bahamas. Vetëm disa incidente gjatë fluturimeve rezultuan me vdekje, dhe i vetmi aksidenti dokumentuar i fluturimit komercial ju atribua vendimeve të këqija të motit nga piloti, që nga 1965 ka pasur vetëm një incident aviacioni mbi Bermude. Fluturimi JetBlue numër 913 GB përjetoi turbulencë të rëndë duke rezultuar në një lëndim. Analiza e Flight 19. Në rastin e famshëm Flight 19, transkriptet tregojnë se lejtnanti Taylor, piloti kryesor, mendojnë se busulla e tij kishte keq funksionuar dhe se ai ishte mbi kiset e Floridas, një varg ishuish që shtrihen drejt jug-perëndimit të kontinentit amerikan, kur në fakt analizimi më vonë nga stafi toksor do të tregonte se ai ishte në juglindje pranë një ishulli në Bahamas. Në vend që të kthehej prapa perëndim drejt Floridas, ai vazhdoi të fluturonte lindje më thellë në Oqeanin Atlantik. Me fjalë të tjera, ai ishte humbur. Kjo është diçka që sipas shkenstarit australian Karl Kruselcheniki ka ndodhur në raste të mëparshme me të njëjtin pilot. Megjithëse të gjitha, kjo tragjedi ishte fatkeqësisht si rezultat i gabimit njerëzor. Kushtet atmosferike. Në trekëndësh, ishujt e Bermudës përjetojnë mesatarisht një cikël tropikal dëmtues një herë çdo 6 ose 7 vjet me sisteme më të vogla, më pak që ndikojnë në ishull më shpesh. Për afërsisht 500 ciklone tropikale dhe subtropikale kanë prekur shtetin e Floridas. Më shumë stuhira godasin Floridën si çdo shtet tjetër amerikan. Dhe që nga 1851-shi, vetëm 18 sezone uragani kanë kaluar pa një stuhi të njohur që prek shtetin. Porto Rico goditet nga uraganet mesatarisht rreth 4 ose 5 herë në vit. Edhe në 2025-ën, ku ne mund të ndjekim, parashikojmë, modelojmë, vëzhgojmë dhe planifikojmë kundër stuhirave që vinë, ato ende shkaktojnë shkatrim të jashtëzakonshëm. Pra, imagjinoni se si do të ishte kur ne nuk mund të ndaleshim. Përfundimet. Pra, këtu e keni. Ndoshta paksa nëntreguar, por nëse miqtë tuaj ndonjëherë sjellin këtë, ju mund të siguroni me besim se vërtet nuk ka asgjë të veçantë rreth trekëndshit të Bermudës. Është padiskutueshme një nga rajonet më të prekura nga moti në planet. Kështu që ndjekse fatkeqësisht dhe gjatë disa shekujsh do të kishte incidente përgjatë rrugës. Por e vërteta është se statistikisht ju nuk jeni më shumë rrezik udhëtimi nëpër trekëndshin e Bermudës se sa jeni kudo tjetër në botë. Në fakt është ndjeshëm më e sigurt se unë që udhëtoj nga Dover në Calais për pushimet e mia të mërzitshme verore. Fatkeqësisht, duket se disa nga këto ngjarje tragjike vijnë nga gabimi i thjesht njerëzor dhe një nga rajonet më të prekura nga moti në botë. Jo më shumë, jo më pak. Na falje shtoksor. Por lajmi i mirë është se mallkimi është ngritur. Trekëndshi i Bermudës është mirë, relativisht i mërzitshëm, ose siç më pëlqen ta them, mahnitshme i paremarkueshëm. Dhe të jemi ndershëm,
ne vërtet mund të kishim nevojë për gjëra që janë pak më të paremarkueshme në jetën tonë tani. Analizë e mëtejshme e teorive. Le të thellojmë më shumë në disa nga teoritë më të popularizuara që kanë rrethuar trekëndëshin e Bermudës gjatë dekadave të fundit. Është e rëndësishme të kuptojmë jo vetëm se pse këto teori u bën kaq popullore, por edhe pse ato nuk qëndrojnë nën kontrollin shkencor. Teoria e Atlantidës. Një nga teoritë më romantike që lidhen me trekëndëshin e Bermudës është lidhja e tij me qytetin legjendar të humbur të Atlantidës. Kjo teori, e popularizuar kryesisht nga Charles Berlitz, sugjeron se rënojat e Atlantidës qëndrojnë në fundin e detit në këtë rajon, dhe se teknologjia e avancuar e kësaj qytetërie të humbur është ende aktive, duke shkaktuar çrregullime në instrumentet e navigimit dhe duke tërhequr anije dhe aeroplan në thellësi. Problemi me këtë teori është se nuk ka asnjë dëshmi arkeologjike ose gjeologjike që mbështet ekzistencën e një qytetërimi të avancuar në këtë rajon. Atlantida, siç e përshkroi fillimisht Platoni, ishte më shumë një alegori filozofike se sa një vend real. Edhe nëse ekzistonte, vendndodhja që Platoni përshkroi nuk përputhet me trekëndëshin e Bermudës. Aktivitet jashtëtoksor. Teoria e ndërhyrjes jashtëtoksore është ndoshta një nga më të popularizuarat, veçanërisht pas filmit të Steven Spielberg, Close Encounters of the Third Kind. Sipas kësaj teorie, jashtëtoksorët përdorin trekëndëshin e Bermudës si një bazë operative ose portal për të rrëmbyer njerëz dhe mjete. Kjo teori bazohet kryesisht në faktin se shumë nga zhdukjet ndodhen pa asnjë thirrje alarmi. Megjithatë, ka shumë shpjegime më të thjeshta dhe më të besueshme për këtë fenomen. Aksidentet në det dhe në ajër shpesh ndodhin kaq shpejt sa njerëzit nuk kanë kohë të dërgojnë thirrje alarmi. Gjithashtu, ekuipazhet e komunikimit në vitet e hershme ishin shumë më pak të besueshme se sot. Anomalitë magnetike. Një teori tjetër fokusohet tek anomalitë supozuara magnetike në rajon. Sipas kësaj teorie, fyfet magnetike të pazakonshme shkaktojnë keq funksionimin e busullave dhe instrumenteve të tjerë elektronik, duke çuar në humbje të orientimit dhe fatkeqësi, ndërsa është e vërtetë se trekëndshi i Bermudës njëherë ndodhej përgjatë një agonic line, ku veri magnetik dhe veri i vërtet përputhen. Kjo vijë ka lëvizur dhe nuk kalon më nëpër rajon. Gjithashtu, pilotët dhe detarët profesionist janë të trajnuar për të kompensuar ndryshimet magnetike dhe instrumentet moderne janë shumë më pak të ndjeshme ndaj këtyre ndikimeve. Portalet dimensionale. Disa teoristë sugjerojnë se trekëndësi i Bermudës përfshin një portal që çon në dimensione të tjera ose në kohë të ndryshme. Kjo teori shpjegon zhdukjen të plotë të anijeve dhe aeroplanëve, pa lënë asnjë gjurmë. Kjo teori nuk ka asnjë mbështetje shkencore. Fizika moderne nuk njeh ekzistencën e portaleve dimensionale të tilla, dhe asnjë fenomen i vëzhguar në trekëndëshin e Bermudës nuk kërkon shpjegime kaq ekstreme. Roli i medias dhe kulturës popullore. Është e rëndësishme të kuptojmë se si media dhe kultura popullore kanë kontribuar në mitetin e trekëndëshit të Bermudës. Pas artikullit fillestar të Vincent Gaddis në 1964, tema u kap shpejt nga gazetarët, shkrimtarët dhe prodhuesit që kërkuan për përmbajtje tërheqëse. Libri Charles Berlitz, The Bermuda Triangle, 1974, luajti një rol vendimtar në popularizimin e misterit. Berlitz prezantoi fakte që shpesh ishin të tepruar ose të shtrëmbëruar dhe përfshiu teori që nuk kishin bazë shkencore. Megjithatë, stili i tij përshkrues dhe pretendimet dramatike e bën librin një bestseller ndërkombëtar. Hollywoodi gjithashtu luajti një rol të rëndësishëm. Filmat si The Bermuda Triangle, 1978, dhe referencat në Close Encounters of the Third Kind e futën mitetin në ndërgjegjen e masës. Këto reprezentime kinematografike shpesh e paraqisnin misterin si fakt të vendosur, duke shtuar në konfuzion. Dokumentarët televiziv, veçanërisht ata në kanalet që specializoheshin në përmbajtjen misterioze ose paranormale, vazhduan të përhapnin teoritë e pabazuara. Këto shfaqje shpesh prezantuan ekspert që nuk ishin vërtet ekspert në fushat relevante, ose përdornin metodat shkencore që nuk ishin vërtet shkencore. Metodologjia e gabuar në kërkime. Shumë nga kërkimet që mbështesin mitetin e trekëndëshit të Bermudës vuajnë nga probleme metodologjike serioze. Përzgjedhja selektive të dhonave.
Autorët si Bermitz shpesh zgjidhnin vetëm incidentet që mbështesnin teorinë e tyre, duke ignoruar rastet e shumta kur udhëtimet kaluan pa probleme. Mungesa e kontekstit. Incidentet paraqiteshin pa krahasim me normat në rajone të tjera të ngjashme. Kur këto krahasime bëhen, trekëndëshi i Bermudës nuk del si anomali. Teprimi i detajeve. Shumë fakte ishin të tepruar ose të plotësisht të trilluar. Për shembull, numri vërtet i zhdukjeve ishte shumë i vogël se sa pretendohej. Mungesa e verifikimit. Shumë pretendime nuk u verifikuan kurrë me burime zyrtare si roja bregdetare ose autoritetet e aviacionit. E vërteta për incidentet e famshme. Le t'i shohim më nga afër disa nga incidentet më të famshme. USS Cyclops, 1918. USS Cyclops ishte në fakt një anije me probleme strukturale të njohura. Ajo transportonte një ngarkesë të rëndë mangani dhe ishte mbi ngarkuar. Testimet e mëvonshme në anijet motor treguan probleme serioze strukturale që mund të kishin quar në thyerjen e anijes në det të ashpër. Gjithashtu, komunikimi radio në 1918 ishte shumë më pak i besueshëm se sot, kështu që mungesa e një thirrjeje alarmi nuk ishte e pazakontë. Flight 19, 1945. Regjistrat e plota të komunikimit radio tregojnë qartësisht se lejtnanti Taylor, komandanti i misionit, gaboi seriozisht në navigim. Ai mendoi se ishte mbi Florida Keys kur në të vërtetë ishte në Bahamas. Kur u këshillua të fluturonte perëndim, ai refuzoi sepse mendoi se kjo do ta çonte më larg nga toka. Kjo nuk ishte hera e parë që Taylor kishte humbur orientimin gjatë një fluturimi. Ai kishte një histori problemesh me navigimin. Aeroplanet e pasagjerëve të viteve të 40. Shumë nga aeroplanet komercial që pretendohet se zhdukën në trekëndshin e Bermudës, në të vërtetë u rrëzuan për arsye të qarta teknike ose të motit. Regjistrat zyrtar tregojnë shkaqe specifike për shumicën e këtyre aksidenteve. Krahasimi me rajone tjera. Kur krahasojmë statistikat e fatkeqësive në trekëndshin e Bermudës me rajone të tjera të ngjashme, nuk ka asnjë anomali. Deti i Veriut ka një normë shumë më të lartë fatkeqësisht për shkak të motit të ashpërt dhe trafikut intensiv. Deti Mesde përjetojnë më shumë incidente detare për kokë banori se sa trekëndshi i Bermudës. Oqeani Paqësor. Rajonet të caktuara, veçanërisht rreth Japonisë dhe Filipineve, kanë norma shumë më të larta të fatkeqësive. Trekëndshi i Bermudës në fakt renditet ndër rajonet më të sigurta për udhëtim detar dhe ajror kur merren parasysh volumet e trafikut. Shkaqet reale të misterit. Pse vazhdon të ekzistojë miti i trekëndshit të Bermudës pavarësisht dëshmive kundërshtuese? Ka disa arsye psikologjike dhe sociale. Nevoja për mister. Njerëzit kanë një tendencë natyrale për të preferuar shpjegimet misterioze ndaj atyre banale. Është më emocionuese të besosh në jashtëtoksor se në gabimet e navigimit. Efekti i konfirmimit. Njerëzit kërkojnë informacione që konfirmojnë besimin e tyre ekzistues dhe injorojnë dëshmi kundërshtuese. Media dhe fitimi. Historitë për mistere shiten më mirë se artikujt për statistika detare. Kjo krijon një nxitës ekonomik për të vazhduar përhapjen e miteve. Nostalgjia për të panjohurën. Në një botë ku pothuajse gjithçka është shpjeguar nga shkenca, njerëzit dëshirojnë që të ketë ende vende misterioze. Impakti i teknologjisë moderne. Teknologjia moderne ka bërë udhëtimet nëpër trekëndëshin e Bermudës shumë më të sigurta. GPS. Satelitët modern të navigimit eliminojnë problemet e busullës magnetike. Komunikimi satelitor. Anije dhe aeroplanët mund të komunikojnë qartë edhe nga vendet më të largëta. Radari i motit. Parashikimi i përpikt i motit lejon anashkalimin e stuhive. Sistemet e emergjencës. Teknologjia moderne e shpëtimit mund të lokalizojë dhe të arrijë fatkeqësitë shumë më shpejt. Si rezultat, incidentet e vërteta misterioze në trekëndëshin e Bermudës kanë rënë dramatikisht që nga vitet 1970-ta. Miti i trekëndëshit Bermudës na ofron mësime të vlefshme rreth mendimit kritik. Verifikoni burimet. Gjithmonë kontrolloni nëse pretendimet vijnë nga burime të besueshme dhe të verifikuara. Kërkoni krahasime. Një pretendim rreth një anomalie duhet të krahasohet me normat normale. Kujdesoni për teoritë e komplikuara. Shpeshherë shpjegimi më i thjesht është ai i saktë. Nuk ka nevojë për jashtëtoksor kur gabimi njerëzor mund ta shpjegojë. Kuptoni nxitësit. Pyetni veten se kush përfiton nga përhapja e një teorie të caktuar.
Trekëndëshi i Bermudës është një kas klasik i së si mitet moderne krijohen dhe përhapen. Kombinimi i incidenteve të vërteta, por jo të pazakonta, raportimeve të tepruara nga media, teorive konspirative dhe dëshirës njerëzore për mister, krijuan një legjend që ka jetuar për dekada. E vërteta është se Trekëndëshi i Bermudës është një pjesë plotësisht normale e oqeanit. Ai ka përjetuar tragjedi, siç kanë bërë të gjitha oqeanet, por nuk ka asgjë të jashtëzakonshme ose paranormale ndodh atje. Teknologjia moderne dhe analiza e kujdesshme të dhënave kanë hedhur poshtë mitet një për një. Kjo nuk do të thotë se duhet të jemi krejtësisht cinike rreth mistereve. Bota është plot me fenomene të vërteta shkencore që ende nuk i kuptojmë plotësisht. Por kur kërkojmë misteret e vërteta, ne duhet të përdorim metodat shkencore të vërteta, jo wishful thinking. Trekëndëshi i Bermudës na rikujton se sa e rëndësishme është të mendojmë kritikisht, të verifikojmë pretendimet dhe të bazohemi në dëshmi të forta. Në fundit, e vërteta, edhe kur është e mërzitshme, është gjithmonë më e vlefshme se iluzionet e bukura. Dhe ndoshta ka një lloj bukurie në faktin se ne jetojmë në një botë që është në të vërtetë e kuptueshme, ku misteret e vërteta janë ata që shkenca po zbulon çdo ditë, nga sekretet e universit deri te kompleksiteti i jetës. Këto misteret e vërteta janë shumë më mahnitëse se çdo mit që mund të trillojmë.